Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu xhalla wala falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun që t'i bëkon takimet tona, t'i bën të dobishme në dunjë dhe të shpërblyera ditën e takimit me të. Të nderuar vëllezër, jemi në komentin, sqarimet e librit të Ibn Qayyimit rahimahullah, Smundja dhe ilaçi. Dhe tashmë në 3-4 takimeve veç fillojmë me hyrje në thelbin e temës kryesore të librit, edhe pse që nga fillimi i librit Ibn Qayyim rahimahullah ka filluar me hyrje në temë, por ka qenë një hyrje periferike, duke i ofruar tash epiqendrës së problemit. Para se të hyj në këtë sqarim për sot në këto pika, një rikujtim veç për vetje, për gjithë juve se e kam cekë në fillim, dua ta pranoj prapë dhe kena nevojë për prapë, domthonjë se ky libër që Ibn Qayyim ka përmendur është me të vërtetë që e ka shkruajtur dhe informatat, dijen që e ka dhënë këtë libër, janë pasuria më e madhe që mund ta kemi në ndonjë. Prandaj nëse dona me përfitu për çfarë begatie, përfitim të duhur, jo shfrytëzim, po përfitim të begatisë, do të thonë kushti elementar është vlerësimi i saj. Sikur që edhe do të thonë faktori kryesor i humbjes së begatisë është mos vlerësimi i begatisë. Prandaj konsideroj se vlerësimi i kësaj begatie të madhe që kemi para vete me këto përvoja të hatashme të mëdha është padyshim një vepër që kërkon falëndërueshmëri Allahut azza xal fillimisht, pastaj edhe marrje seriozisht të gjitha këto në kuptime që Ibn Qayyim rahimahullah i ka dhënë dhe i ka shpërndan këtë libër. Flet për çështje madhore të jetës tonë, probleme më të madh të jetës, edhe dunjas e më flasim për ahiret apo. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah ka përmendur edhe në fund të asaj që kemi thënë takimin e kaluar, se krejt problemi, shiko para në sa ka, domthon analiza mbohet që japën për probleme pa gjëra, mirë po Ibn Qayyim i kthen dy kryesor apo. Krejt problemi i njerëzimit, domthon që shkakton probleme, lajthitje, devijim, ngarkesa, këtë tjera, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, kthehet në dy pika kryesore apo, në dy realisht probleme kryesore. Problemi i parë është domthon mungesa dhe dobësia e dijes dhe dyta mungesa e bindjes. Nëse njëri për mia don këtë dunjë duhet forcë. Ke pa edhe në këtë botë, nëse s'ki forcë, s'mush as me ecë, as me lëviz, duhet forcë. Prandaj, domthon njeriu ka obligim me hongër dhe me pi. Nëse nuk kanë, nuk pen, nuk ka mundësi apo, nuk ka mundësi me jetu. Nuk ka mundësi me vërtetuar, s'ka fuqi, i hub forca apo. Është i kurzuar me rrethana të jashtme apo, caktuar, çështë Allahu xhallahu e ka kurzuar. Edhe udhëtimet e ahiretit, edhe dalja nga krizat e dunjas, domthon kërkojnë forcë. Ibn Qayyim rahimahullah këto forcë i kthen në dy, sigurisht e kam thënë ditën e kaluar, tash këto kyçemi, thotë dy forca kryesore, kush i plotson këto forca, e ka plotsuar lumturinë në dunja dhe e ka rritë shpëtimin e ahiret. Dy forca. Quwa el-ilmiyya, thotë është forca e dijes, o quwa el-amaliyya, edhe forca e veprimit apo. Forca e dijes e para dhe forca e bindjes. Atje kemi thonë në dersën e kaluar, problemi është dobësia e dijes e dobësia e bindjes. Bindja është ajo që realisht e shtyn procesin përpara, bën vullnetin të jetësuar. Kur njëri ka bindje, lëviz. Mungesa e bindjes nuk e lëviz. Por këtë bindje duhet me ushqy paraprakisht me dije. Me dije. Kur flasim për dijen, mund ka njerëz që kanë dije, por kjo dije nuk bëhet forcë ata. Ka dije, por nuk është forcë. Ajo është, domethënë, një tërsi informatash që i kanë që shërbejnë me të në këtë dunjë. Mund në pas një dhe për dije, por nuk ka forcë. E kur shëndrohet dija në forcë? Kjo është atash më dobi e madhe njëve. Cëla është e dije që të forcon, e din,
Ti jetë duke u thut tek Allahu te bareke ve teala, edhe bën një pengesë. Shikoj për shkak se na dobësu sot si muslimanë, thon, pengesën më të vogël s'po unë me heka për rrugës. Do një problem i thjeshtë apton shkakton probleme me namaz, një problem i thjeshtë shkakton probleme me ibadat, caktuar. Ajo për një noja, po nëse i kthen standard normale të njerëzve normal, janë thjeshtë ato, s'janë probleme të mëdha ato. No, problemi nuk ka probleme të mëdha ato që duhet me pru robin deri në atë nivel që më ia kontestu për shembull adhurimin, përkushtimin, probleme të vogla kanë të kaluar. Edhe e kundërta për shembull. Një mëkat i caktuar kështu më radh. Ne s'kemi forcë. Dhe problemi kryesor sot është plagështia. Është një farë dembelie, një farë mungese e vullnetit për të studiuar apo. Nëse thua sot për shembull s'ka dije thosh ja ka dije sot ja kur apo. Sa hin kuptim të informata apo. Po dije që prodhon forcë, ne vëna duhet dija që bën forcën, jo dija që shton informatën apo. Ibn Qayyim rahimullah thot në libër tjetër, po një plotësojmë informatat me domthon kuptimet e Ibn Qayyimit nga librat e tjera. Ibn Qayyim rahimullah thot se dija që t'jap forcë, e kjo forcë pastaj e derivon bindjen, e bindja të lëviz, shikoj çfarë proces është mahnitshëm. Thot kjo dije ndërtohet në 5 tema madhore. Në 5 tema madhore. Që tu ki musil të njëtën, si të largosh, dobësosh, si të afrosh, forcosh. Që kjo është domethënë konstatimi i dietarëve tonë. Forca e jonë, fuqia lëvizëse, e ngritjes, e goditjes është në çdo 5 tema. Çdo dalë jashtë kësaj është dobësim. Nëse si dish jashtë kësaj dobësosh. E si dobësohet dia, dobësohet edhe forca e rezistencës karshi mëkatit. Më ka bërë thot jam 5. E para ma'rifatullah. Njohja Allahu xhalla xhelaluhu. Ka dije të jap forcë. Që nuk jap forcë një Allah të sugjeron. Pastaj e dyta, njohje e rrugës që shpihet tek Allahu xhalla wala. Edhe kjo është tim, dije apo. Pastaj njohje e pengesave në këtë rrugë. 3. 4. Njohje e vetes e nefsit dhe 5. Njohja e dobësive dhe të metave të nefsit. Hadhi Ibn Qayyim rahimahullah, çdo investim në këtë dije prodhon forcën e dijes, që është e domosdoshme apo. Dhe mungesa e kësaj force shkakton probleme. Gjithashtu nëse nëse kur bëhet për këtë dije që po flasim për të, domethënë ne shohim që ka dobësim të dijes. Domethënë ato vallë çka ka shkaktuar këtë dobësim të dijes sot? Po dije që nuk jep forcë. Ti për shembull pas njëri që nuk ka shumë informata, por ka bindje që të manit. Apo nuk kush e ka ushqyer atë bindje apo. Ai pak dije ka, por është dije e fuqishme që e mjaftueshme me ngrit nivelin e yakinit në zemër, nivelin e bindjes në zemër që më lëviz zemrën drejt Allahu te bareke u teala. Mi thuj barirat, mi thuj pengesat apo. E pse sot ka dobësim? Pse sot ka dobësim? Më bën 3 shkaqe kryesore kom përmbledh këtu. 3 shkaqe kryesore të që mund të jenë problem. Shkaku i parë kryesor, i cili domthonë e shkakton dobësinë dhe do plagështin në fushën e dijes, se janë 2 fusha, fusha e dijes dhe fusha e bindjes. Që të ime dhe se kalum, apo të ime kaimi. Fusha e dijes, të pjesa e dijes du të me konë të fort. Dhe thamë se, do me thonë, fuqia në këtë dhe forca në këtë fush nuk matet me sasin informatave, por matet me llojin e informatave dhe prezencën e informatave e kështu me radhë. Caktuara që i përmani janë 5 dhe tash kur analizojmë shumë që na nuk kemi të fortë në këtë fush sa duhet apo. Nuk ka forcë të mjaftueshme në këtë dije. Pse? Ka sebebe shumë apo. Mirë po, mundemi të përdorojmë 3 kryesore që do të na përsëritën pasaj gjatë trajtimit të temave në vijim apo. E para është marrje me tema sikur të ceka
me informata, me çështje të cilat realisht nuk kanë domethënë kalori, kushtimisht mjaftueshme për me dhënë forcë. Po ka ushqime, mungo shumë, po s'ka kalorie, nuk të forcon ajo të plagështon. Prandaj na shumë musliman që mirën me ushqime të pashëndetshme. Në kuptim informativ, s'po flas në kuptim domthon ushqimor, të tim tjetër dikujt tjetër është më fol. Po flas në kuptim të për shembull me çfarë janë temat e muslimanëve sot? Boshti kryesor i temave tona, i ligjëratave, i çështjeve të caktuara që mirën me to për shembull. A lidhë me këto pesë, të mos më me diçka tjetër, po duhet më shërbëj që sa, nëse nuk është që shërbim, nuk kryejm punë apo. Po kryejm punë. Tash për shembull, temat e përditshmërisë tek ne që mirën me to. Janë shumica prej tyre nuk janë tema të cilat i shërbejnë kësaj force që po na duhet. E dyta, të ndonëse është edhe për faktorëve që ka sill këtë dobësi, është edhe ajo që e kam fillim, mos vlerësimi edhe mos trajtimi i duhur i temave të duhura. Domthon, e para është marrja me tema dhe informata që nuk kanë kalori të mjaftueshme që garantojnë fuqinë e duhur. E kuptuat e para. E dyta, edhe që ato informata që kanë kalori të mira, të fuqishme, apo nuk vlerësohen sa duhet, edhe nuk trajtohen si duhet. Nuk vlerësohen sa duhet, edhe nuk trajtohen si duhet. Për shembull, sa vlerësohet për shembull mësimi i një emrit të Allahut te barekuhu teala. Sa është lehtë sot me arrit deri te një emri i Allahut që ty të vijnë për gjendje të caktuara. E keni gjendje të caktuar, mëkat, begati, sprov, problem, çdo kuft, ka emrat Allah që i përgjigjen situatës tona. Mundësia e marrë të që kjo emën, sot nuk është më vështirë. Po sa vlerësohet që kjo për tu, për unë në forës. E gjejmë shumë minimal. Prandaj të nëzër, njeri sa ma tepër, domthonjë sikur se kemi të cek tek shpresa, se lidhen temat. Mikhail Rahimullah kur tha atje, njeri kur shpreson diçka, do në shpresë për marrit diku apo. Shpresa e mi pas 3 elemente kryesore, apo? Kemi thënë 3 elemente kryesore, nëse ju kujtohet. Elementi i parë është me dashur ato që e kërkon. Nëse nuk e don, apo shpresa është e kota, apo. Shpreson shpresë të rastishme, shpresë domthon kalimtare si profesor. Nëse bëhet mirë, shpresojmë që do të bëhet, çështu diçka apo. Ja, do të më dash, dashuri që domthon te kalon çdo dashuri tjetër apo. Pastaj e dyta që kam i më kanë vënë. Frika se çka nëse sa arrit apo. Mandaj ti fiton domthon pi dijes se duhet ç'po duhet. Apo çera këto janë shpjegime për më të nivelit bagi pak më të lartë se të rëndom domthon. Dojnë për më një përkushtim, dojnë me mendu njëri për këtë punë apo. Këto janë konstatime të njerëzve gjigant domthon. Do njerëz më të mëshëm që kanë shkel mi fytyrë tokës, por këtë tema nuk kisa çfarë njerëz ato. Shona histori ku shkon apo. Ata këta njerëz nuk kanë të rëndom, kë nuk është profesori i Londës që ka ky fakultet, të konstatime të trashëguara, këto si ka shpikë ibn Qayyim rahimullah, janë trashëguara kur të shikon ku i ka marrë, e kësha që janë një grup njerëzish që më të mëshëm për çdo tema nuk ka mas e dimna pejgamberë sahabëve, po flas në gradën e njerëzve të dijshëm. Ata janë konstatime, s'po them as akademikës, kur fare po mbi këto apo. Dhe këtë thot qartës apo që dashuria jote për një qëllim caktuar dhe frika nga ana tjetër, nga mos arritja dhe këmbgula jote për të përdorur gjitha mjetet me arrit, është kusht për arritje. Është kusht. Tash na bëjmë me arrit ku? Po do që dia që po e marrim më ushton në forcë. Është kjo një arritje. Edhe kjo një rrugtim është. Këtu po marrim informatën, po do të dashë kjo informat me lëviz deri në bën të fortë. Në çdo informatë që marrim me kon në favor të forcimit ton, në fushën e dijes, forcë e dijes e cila realisht tani
e mush zemrën bindje, e bindja e lëviz zemrën apo. Ç'ka proces apo? Ç'ka proces? Tash për shembull nëse marrim pikën e 2 që e ceka apo për shembull, mos dërsimi i duhur apo. Sa dashuria e muslimanëve e madhe për që dia apo. Sa e dëm këtë dia apo. E sheh sa e dën apo. Po nisan më thjesht zvjen me marr apo. Ti ke pa për shembull të nëse e çon fëmin qerrë apo. Edhe kime shku më në nëra tëra. Krej që ka njeri, ose qështë do kufti, me shku me marra, ose thmija, shkujnë kejta. Nëse nuk ka fëmi, po një kese caktu me qapo di qka, nuk ka shumë e vlera. Nëra tëra, më në lëshona, më në shmarë me marra. Okej, vije marra. Bot, ai s'ka gale, vije marrë nesër. Ka se në rrinë ka i avë ditë dikun, ato shkujnë pëse? S'ki ti dashni për ta, nuk ki dashni, t'ja e duhet, po s'është dashnia ja. Andaj, dashnia është taj që të bënë me, s'është dashnia për këtë dia. Isha tu arsyetu, për shamull, jo në legjerat, jo në mësim, jo në përstitje, ku është dashnia për këtë punë? Pastaj, për shamull, frika, qka nëse, për shamull, që dërë se harraja, qëto pika si moj men, që abohet, për shamull, frika, që kjo është që të lëviz vazhdimisht, edhe të manë të fokusuar gjithmonë në qëllimet caktuar. Për një të në vëzër, wallahi, me të emear, vetë i bënkaj me të spjegu që të ty e mu që të sanë. Nëse nuk ka vlerësim, nuk ka përkushtim, nuk ka dashni, nuk ka frik, nuk ka angazhim, se dirë shpikturit ato shkojnë, se normal është, se forcat zhvendosëse, forcat tjera pas taj të rëmbejnë, se dunjoja funksion me forca, apo? Edhe gjunoja është forcë, edhe gjunoja është i fort, edhe gjunoja i fort, po, është i fort, a i veç bot i dopt kur reagoj me fort dijes, atëra, normal, zbrapës të për. Për ndyshe, Allahu Gjallahu i ka thonë për shejtanin, inne kejde shejtani kane, dhaifa, kur e ti janë dopta, po në qëfar situatë janë dopta? Kur ju e një të letë me Allahun, se kur sjeni, ka hara ju bëna, një fort, ato së ndel për aty, ndaj edhe forca e dijes është e që, pa ndaj pse nga dopsu, pse ka dopsi, pse dija nuk përna forcan, thash për shkak, mas pari, temave periferike, që si kurse e kam cikë në ditë të tjera, ato lula kur dhe me dal, barishtet anash, qa bojnë, ja marin ujnë, kur t'ja ujit u lullën tonë, barishtet ja marin ujnë, e kur ja marin ujnë, e shkon duku vyshk, ti ke ujë ke qitë, sahi, po të si ke largu barishtet që po pengojnë e marin ujnë, pa ti me këto tema po mirësh, po marrin me tema tjera, me barishtet ansore, po marrin fuqi ma tepër, fokus ma tepër, koncentrim ma tepër, edhe ujnë e jetës për merit lullën e zemrës tonë, nuk për mundësi merit e të rënje e zemrës tonë. E para që kjo temat e panevojshme, ma bejt e panevojshme, që zhvendosin, bojnë me harru këtë tema. Pastaj edhe me kur vjen të kjo temë, mungesa e vlerësimit të mjaftueshëm dhe mungesa e trajtimit të dur, dhe e treta të vëllezër që domthon e ka dobësu dijen të këtë musliman sot fatkeqësisht është, domethën dominimi i shpjegimit materialist për zhvillimet apo. Don atëna dominant kjo apo. Gjithçka. Ti është të thënë kjo ja apo kom periferike ka ekzistuar si opcion i trajtimit, po jo dominant, apo kupton? Cili është versioni dominues i ti për analizën e zhvillimeve? Cili është apo? Nuk është në gjëna apo. Nuk është. Ska edhe sahabëve ka i mendës, apo? Pra më kemi cek, Nuhud, a kanë hub Nuhud, a kanë ndodhë Nuhud, që kanë ndodhë, po? Mirë, cili ka qenë versioni dominant i analizës, apo? Zbritja tyne, ardhja këtyne, ka është pjesë sahi, me marë mësim, po, qëfar të Allah zhjërë? Kull hua min indi anfusikum, ju e këni më apëtën. Kë analizë, apo, kë verzion i analizimit të gjërave, nuk është dominant tek muslimanët apo. Sot për shembull, sikur se kemi përmendur në vëllezër ato. Domthon problemi nuk është gjunoj nuk është problem.
Gjunaja është mëkat që për ta dënohesh, po Allahu ta fal, trajtohet në shumë mënyrë shumë të thatë juridike. Jo, sikur të fillim me halasën të fjalës Ibn Qayyimit rahimullah, te libri. Jemi vesh nuk e bëj shpjegimet e duhura për me kuptuar drejt pasaj çka ka thënë Ibn Qayyim, se pa këto hyrje s'kuptohet kjo. Prandaj është dobësu dija për shkak se të ndodhur është dobësu dija jon, nuk është domthon forcë për shkak se domthon kjo dije që po e marrim nuk dominon në mënyrën e mendimit tonë. Do dija që e marrim është informim, është vetëdisim dhe dikun, mund më, po nuk po arrim me dominu si forcë për analizimin e gjërave. Për shembull, trajtimin e gjërave të caktuara kështu me radhë. Këto janë këtë pika, këtë kanë nevojë për shërime detajzuar. Po e bëra këtë të domosdoshme që pastaj kur kalojmë me fjalë të Ibn Qayyimit të filonte ata ti, kështu më thonë kjo apo është. Përshëtar që kjo pikë e treguam. Prandaj duhet forca e dijes dhe forca e bindjes. Forca e dijes ushqehet me temat që i përmena dhe dobësohet për shkak të faktorëve që i përmena e për shkak të faktorëve të tjerë. Tash kalojmë tek pjesa e Ibn Qayyimit rahimahullah. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, tash po kthehemi, thotë Felnergje, po kthehemi tek trajtimi i çështjeve që kanë bëjmë me smundjen dhe ilaçin. Domethënë këtu i kemi përmendur disa forca më herët apo në 2 derse kemi folur për forca që pengojnë ndryshimin. Ato forca pengojnë për shkak se janë të keq kuptuara. Mendimi i mirë për Allahun e punë të këqija. Shpresa në Allahun e kërkon punë. Begatia si tregues që Allahu më don, për shembull. Si janë këto kështu apo? Këto forca nëse përdoren çu duhet, po, kthehen. Po janë të keq përdorura. Kur keq përdoren bën forca pengesë. Njëri spendohet me këtë realitet. Pse mu pendohet? Njëri për shembull i cili e mat raportin e tij me Allahun, me kafshata që i han të bukës apo mënesh, edhe me llojin e bukës që i han. Kur s'nin dhimbje për gjinat, çfarë? Sa hi ona po. Domthon Allahu është i mëshirshëm sa çfarë po na apo. Edhe kësi mentalitet ka pas, i ka pranuar Allahu në Kur'an. E kemi të ashabul kahf, kemi cek, ata 2 kojshit. Ai fukara, e ibadetçi, e ky kriminal, apo rebel, arrogant, mendje madh, ama fushat e moshta. E që i ka dhënë atij shokut vet, unë në dunja kam më shumë se ti. Po wala in ruji'tu ila rabbi, edhe nëse ndodh mu kthyt ai Zoti që po thoshti, unë pat kam pas më mirë se çopesha. Kjo është sot mentaliteti më zot. Matë njerëzit, vlera e njerit peshohet me çka? Me shifra numerike, me arritje materialiste. Kjo problem. Tash kur çka mentalitet dominon te besimtari, nuk ka forcë për pendim. Çka është ti mu penduar? Kur begati ai do më pendu për shembull apo kpuca e tij e pengon. Tesha e tij e pengon më penduar. Buka e pengon më pendu. Çka më pendu? Ç'e vesh të sa mirë. A kupton? Ani këto janë forca që pengojnë ndryshimin, pengojnë pendimin apo. Të duhet të forca me eliminu. Edhe më dhon hapësirë forcave tjera që i përmana. E aty të kallëzohet apo. Kallëzon për shembull kur eliminon, shikoni kur eliminon forcën e begatisë si vlerësim, apo edhe inkuadron forcën e njohjes së vetes si ndryshim, është ajo që lëviz apo. Shete. Shkallon Sven Theu rahimullahu. Mund të po ndonat po natë mua, po në një vetën kush jam unë. A që ky snalet të dëshuari. Se ky e ka vendos tjetër forcë në aktivizat më apo. Vetë në vetë ka vendos. E si të vendosh vetën tonë? Më quhet dukat pe qiellin e di apo. E di apo kush jam unë. A që ky e ka kuptuar çu. Çu ky ndron apo. A përshë të ribë kajmë rahimullah ti menaxhon forcat. Pitiso forcave destruktive që pengojnë ndryshimin, kalon forca konstruktive që avancojnë edhe stimulojnë ndryshimin apo. Që kjo vallahi dabia më e madhe. Që kjo është shpëtimi në dynjën e herat apo. Nëse e vlerësojmë, alhamdulillah. Nuk vlerësohet që kjo që duhet apo, nuk trajtohet që duhet, asnjë ders nuk na kryen punën. Kjo është esenca. Që kjo është baza e kthimit tonë. Andaj po kemi thënë mas asaj që u kallzova, don forcave për leshje ata, tash po kthehem apo. Ku po kthehem? Te smunja. Po kthehem te smunja, atë që është smut, që ata nuk ka dhënë medalë apo. E tash,
Forca e dijes kërkon për me dal nga mëkati. Forca e dijes kërkon me njoh mëkatin. Pse? Pse është pengesë për tek Allahu te barekutaala. Ata njohë pengesë është tema jote. Në rrugë, njohë tmetave të nefsit është tema bazike, e po çtojnë apo? E pastaj thotë më kaimë rrugë rregull. Para se me kalu në çdo trajtim më të tjeshëm, detajizim, ç'kjo është pjesa më e gjatë e librit apo? Ç'kjo pjesa më e gjatë e librit, ç'kjo pjesa ku Ibn Qayyim rahimullah flet për problemin e quajtur mëkat. Pse o problem apo? Është temë më e pse u gjynoi problem? Pse o problem? Hajtë kallzom pse o problem apo? Thotë Ibn Qayyim rahimullah, "Fa mimma yanbaghi që duhet më udit." Don këto që skok është legj apo se mëkatet bojnë dëm patjetër. Nuk ka mundësi njëri me bëj gjuna mos me bëj sherrën. E pamundshëm është. Çto dush me ditë në sens. Çfarë sherrri bën kur vjen ky sherr, çfarë lloj sherr, flasëm naftën. Ama ti në stad me ditë që çdo mëkat është burim i sherrit, çdo mëkat. Çdo mëkat që ka emrin gjuna në shariat, i vogël i madh, është burim i një të keqe që të vjen. A din që të mundi? Ai të vëzë e kom përmendën në takimet e kaluara se trajtimi i mëkatit si problem është fazë më e avancuar se trajtimi i mëkatit si shkelje. Muslimanët e trajtojnë mëkatin si shkelje. Për këtë cilën shkelje mund të dënohet, po mund të falet apo. Kjo është çështje po vërtet apo. Po me këtë qasje nuk mundesh me ushmon nga gjunafën. Në kuptu që gjuna është burim i çdo problemi. Çfarë probleme vijnë, do t'i përmendesh në vim disa pyetje apo. Ibn Qayyim rahimullah këtë këtë rregull e ka trajtuar në dy nivele atë. Shikoni këtë rregull, po çdo mëkat sjell sharr, rregull. Apo çdo mëkat sjell sharr. Tash dëshmin se çdo mëkat sjell sharr e ka nda në dy nivele. Niveli i parë është i përgjithshëm, e niveli i dytë është i detajzuar. Ka përmend tani këtë libër, ndoshta me dhjetra, kalojmë përmi 100 pasoja të detajzuar të mëkatit që njëri mund të goditë për ty në ato. Kjo është detajzim, atashme madh, analizë, atashme madh ato. Mirë po, sonë do të flasim për të përgjithshmen. Pastaj detajzimi vjen më vonë apo. Kur flet Ibn Qayyim rahimullah për mëkatin si problem, fillimisht thotë që bjen qasje historike të mëkatit. Qasje historike të mëkatit. Pse qasje historike të mëkatit? Për të na dëshmuar këtë rregull se ky rregull ka funksionuar gjithmonë. Gjithmonë, historikisht gjithë ka funksionuar. Mëkatit jashtë sherrën apo. Historikisht. Pa bin ty ekstra se mos më nëse je përjashtim nga historia. Mos më nëse ti do të krijosh apo do të ndërtosh një histori tjetër nga historia e njerëzimit apo. S'ka kështu. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimullah në vazhdim apo. Faman alladhi akhraja al-abawayn min al-janna. Kush i ka nxjerr babën e nën për xhenet? Kush i ka? Gjuna i ka nxjerr. A dhe ti apo kupton don ndikimin historik të mëkatit. Kush i ka nxjerr prind ton nga xheneti? Gjuna. Asnjë analizë nuk ekziston poshtë sa. Asnjë përgjigje poshtë nuk ekziston. I ka nxjerr gjuna, i ka nxjerr. Pastaj ka thonë apo. Kush i ka sjell nga kënaqësia, e lumturia, e pasuria, e shëndeti, i ka sjell në botën e dhimbjeve, mjerimeve, varfë. Kush i ka nxjerr? Gjuna. Edhe gjendja u ka ndru, edhe pozicioni u ka ndru. Këtë u ka ndru, kush e ka ndru? Vesh një kafshë që kanë hungur. Aty s'u kuptoi këtë historikisht çtu kono. A që historia e njerëzimit po këtë dije nuk ka mundësi me të lënë indiferent apo. Nëse është tash dije që kemi të cek atje shndrohet në forcë apo. Pas sa thotë me Qayyim wa man alladhi akhraja iblis min malakuti as-sama. Kush e ka nxjerr iblisin është dëbu nga mbretënia e qiellit apo. Aty Allahu te barë ka mundsuar me hy diku ku s'kan hy shumë nga krijesat e Allahut te barë këta apo. Edhe jo veç dalje. Ta shikoj për shembull, çfarë sa e ka po sherrin iblisi gjunat apo. Ademi ka po sherrin, o dal me xheneti. Iblisi ka po më shumë sherrin apo.
nga një krijesë me mundësi të lëvizjes në lartësitë e asaj që Allah ka kriju, në pozicione të privilegjuara, apo e ka bartë në të mallkuar, e të përjashtuar nga rahmeti Allah xhallahu ala. Don vetë gjinoha ka bërë. Asë një sent të tërë. Kur është ka ndru? Për shembull, nuk ka ndru pushteti. Do të thonë që ndron pushteti, apo kur ndron pushteti, ndron pozicioni. Jo, s'ka ndru pushteti. Ai Allah që e ka mundsinë, çalla kon deltash. Allahu azza wa jalla. Çka ka ndru? Veç veprimi ka ndru. I ka bënë këto që të jetë. Mos e bë këto, e ka bu, dela. Kaq. Pastaj për shembull thot Allah thot Ibn Qayyim rahimahullah, dhe që është dëbu. Tash fillon domthon pak Ibn Qayyim rahimahullah ka edhe këtë pjesë ndonë që tash se jena të fol për forcë të dijes. Do të mjafton veç rresht me thonë. Jo, tash duhet me detajzu pak kapten me fort me gërdit këtë punë, fort me shëmtu këtë çështje. Andaj thot apo Iblisin nga ku ishte e dëboj, e mallkoi. Madje e deformoi. Opton, nga një pamje pranueshme, nuk dim çfarë ka, nëse këna as më kemi se ka po ne dim se pamja e Iblisit është pamja më e shëmtuar, opton. Që ata thonë si shejtan apo. Allahu te barek ta kur flet për, domethënë kokrat zekumet gjëra, ka ana ruusu shayatin, si kokat shejtanëve. Don tmerr. Ai si përmend ato fryt në xhenetet si xhehenemet apo xhehenemet në kuptim të bukur. Ja, po tregon se çka janë të shëmtuara veç me I pa, domthon vjen munim. Lemo mi Allahu na rrit me kunë ushtimin tjetër. Ka ana ruusu shayatin. Nëse shayatin, apo argat e tij janë të deformuar din këtë mos. Çfarë më mëna për kokën e tyre apo? E ka deformuar Allahu azza Allahu në çfarë forme ka sjellë. Na dim që Allahu xhallahu ala në gjeneratat caktuara të njerëzimit I ka deformu duke I shëndru në dera edhe majmuna. Nëse njerëzit që mbojt qështu tëmë, që shë boj Iblisi, Allah alam, Allah në arrutëm, nga të merri I aso që Allah ka deformu. Kush e ka deformu, kush e ka debu, kush e ka malku. Gjitha këto pyetje veç një përgjigjes. Mëkati, gjunah, s'ka të tëmë. Asë një sentet të s'ka. Kur gjë s'ka. Asë një përgjigje nuk e merë përveç se gjunah. Pastaj thot, e ka deformuar në aspekt në jashtëm, po shumë atëherë e ka shëmtuar në aspekt në brendshëm. Në brendia e shejtanit është brendia më e shëmtuar më shumë. Apo të gjitha veset e këqija, të gjitha ndytësira, të gjitha pislloqet që mund të ekzistojnë janë përmbledhur brenda tij. Çu bu ky vend I brendshëm I tij, I krijuar për adhurim, I krijuar për dashninë e Allah xhallahu ala, u bë vend I mbeturinave dhe I pislloqeve Allah na rrit. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahullah, wa buddila bil qurbi bu'da. Edhe nga afërsia që e kishte me Allahun u largua, u bë më krijesa më e lartë me Allahun xhallahu ala. Nuk ka krijesë më larg Allahut se Iblisi. Përgjigja prap gjunahut. Pastaj thotë apo wa bir rahmeti la'na, nga mëshira ishte I mëshiruar. Se Allah kur e mundsoi me adhuru, Allahun kur e mundsoi me adhuru ishte I mëshiruar. U zavensua mëshira me mallkim apo. Pastaj thotë wa bil jannati naran taladha, nga mundësia me qenë banor I xhenetit në xhehenam të zjarrit përvlues apo. Wa bil imani kufra, imani I tij u zavensua me kufër apo. Pastaj nga mualat el-wali el-hamid, nga domethën mundësia që të nga ata që Allahu I don, u shndruan nga ata që Allahu më shumë të I urren, I armiqson atë. Gjitha këto thoshë pse më gjunahov. Të ketë çdo ndryshim të shejtanit, të Iblisit që ka përjetu, gjitha përgjigje e ka marrë. I përkemi të kur e kallzon të vëllezër, nuk ka të kallzu këtë derë për shejtanin apo. Domthon çka ka bëu. Jo, ky po tregon për gjunahun, jo për shejtanin. Nuk është tema për shejtanin apo. Shejtani ka të tërë tema, të tërë liber ka për të që flet. Po flet për, domthon se Iblisi e ka marrë emrin mas gjunat, se ka pas emrin përpara Iblis. As shejtan, jo e ka marrë këtë emrin edhe këtë shëmti mas gjunat. Pa e po të kallzon, pse që këtë qështove? Që pasi për shkak të me pa një njëri,
i cili është i braktisur, i shkret, i shkym, e rrugën me thonë dikush. A dim kështu kon këmë? Nisë me të kallëzu u kon kë, që ka bëhë, pse mëre, thosh për që ta. E shë apatush, i ka pas të nga këtu, ta shka buk mongre, pse mëre, që kjo e njëta. Në gjithë ndryshim që e ka pësu njëtë, për nga gjithë e mirë, në të keqë, atush, veç i kjo, shcen s'ka bëhë, veç të e ka bëhë, veç për që ta, veç për që ta. Në krejt ato, që për shejtani mundesh me i paramenua, nga kjo këtu bart, sartë të habitin nga këtë transformim ka që i madhë, dhe ndryshim ka që i madhë, përgjigja është gjunohë. Veç një gjunohë ka bojë, s'ka bo 100. S'ka bo 100 gjunohë, një ka bojë. Veç, kibri e ti jabë, me dhe madhësion, që ti si bikon se i zemë. Veç, të ka zonë ndonë se, gjunaj çfarë, se ku po tregoni me kemi por asuni rregull apo gjunaj shirrën kemi apo. Unë të bi fakte nga historia që ja kanë pa shirrën. Edhe Ademi ose me Hawaja. Iblisi apo fillon tash me detajzuar. Pastaj don ka detaje shumë ta ku përmendon Ibn Qayyim rahimullah se çka i ka ndodhur apo nga thot më e keqja nga të këqija shumë ta gjithashtu është se është bërë domthon udhëheqës i krejt mëkatarëve, kriminalëve, keqbërësve në tokë, në qiell apo është bërë udhëheqë tyne apo. S'ka met gjunohu tash në ndikim veç të ti që e ka bëva. Po ka fillu që të merë gjunohat edhe këtë tjera, çdo gjuna që e bujnë tjerë, i shtohet shumë tjera, nga sa ajo është sebebi i kësaj. Sikur se ka thonë pejgamberi për birën e Ademit që ka vrarë vllahun e tij. Është i parë që ka vrarë. Çdo vrasje në tokë që ndodhi shkon hisja gjunohat, i faturohet. Para më, ka Allahu alem që sa u dek, u varros biri i Ademit, që i thonë Kabili. Se s'ka argument, po, sa për mi dallu Kabili, Habili, se sa u vërrosaj, edhe që ka ndodhë, krejt ati i faturohet, gjdo ditë vrasja në dunja, sa vrasja është, la ilaha illallah, krejt ati i faturohet, se i pare që ka bëgjunohet. Pse kjo i bëhet veç për shkak gjunohet? Për asë një sen të të rrëtë. Veç për shkak gjunohet. Pas ta i thot Ibn Qayyim rahimahullah, edhe nga historia është se, thot, o men ledhi gërra ka ehel erdi kullihim, kush i ka fundos krejt banorët e tokës, në kohën e Nuhit alayhis salam për gjunatën. Kush i ka fundos? Kush e ka hudh ujin për mi? Çka ka bëu? Dhe gjuna ka bëu. Kur gjithë s'ka bëu. As një sent s'ka bëu. Çka ka bëu populli i Nuhit alayhis salam që është fundos? Kur gjë, dhe gjuna ka bëu. A ne shikoni pra këto dy realitete sa trajtohen me dallimin mes njerëzve apo për shembull apo në fundos po, domthon, këti ka myt, po fillon ajo çudia, habia, reagima, pse? Ka bëu gjuna. Që gjuna, se ka çudin e gjunat, se ka çudin e shkatërimit apo. Apo kom të ndallimin. Ai është dorë, por gjuna po, do s'ka kësi reagimi. Se njerëzit nuk e kuptojnë që gjuna është sebebi i fundos apo. Pra ke pa diku më thonë, ja kanë ndonë që kaq vjet burg apo. Shumë bre, që ka ndonë? Ani, që dhja në, pëse që ka bo? E ka vërë bobër, pak e pas ka ndonë. A përshë, krimi me here e normalizon denimin e thënë. Kjo në thotë, po të gjuna nuk ka që shtonë. Fatë këtë qështë, që kjo është e gabime që ka ndodhë. Këti ka mytë Allahu Gjellewale, këti ka shkatëru. Ja u ka sjell ujtë për qile, për toke, subhanallah. Para ka ra shi i rëmbyshëm për isnalti, edhe për tokës ka dalë burimet këta. Në qëfar ujë ka dalë, Allah. Kër në kodër s'ka ujë në rështu, gjallë në ujtë, këjtë të ka marrë ujnë të në onë. Dhe me marrë një pak edhe me tentu, pak edhe me e dramatizu në kuptim pozitiv, që ka ndodhë. Edhe dvetë në të i ka du një, për shamu, të fëmiju, që i kuptëm, e pse, për edhe veç pak, e pse, për edhe veç pak, në fundur, kam bo gjuna. Gjuna, nëse neve gjuna nuk është doon aq i të mërshëm sa të merri dënimit apo. Nuk është i të mërshëm sa të merri dënimit apo. Pse ndodh kjo? Pse njerëzit nuk e dinë shërën e gjunat. A dhe më kemi të më kallëzua apo. Të merrohu me gjuna
nga tmerrët që ju kanë ndodhur njerëzve para teje. Tmerrahu me gjuna, me tmerrin e dalës për xheneti. Tmerrahu me gjuna, me tmerrin e iblisit, çka i ka ndodhur ti. Veç mendoj. Si iblisi krijesa Allahut është. Rabi Allahut është. A ka dhuru Allahun azza xal. Ka mujt shumë let me kona pëton i pari në radha atje me hinë gjenet. Këtë ka mujtëzun. Që ka ndodhë i burë me këtë insan? Së përdhe kësë është insan, po që ndodhë me këtë kryes, me këtë mahluk, që ndodhë? I tha Allah bërë në sejgjde, nuk ra. Që ka thë njerëzit? Për një sejgjda, po të qysh, që kjo të nashë? Për një sejgjde. Këtë që të i ka pasë. Poplin ujtë, veç se ka ngun ujnë e zamë. Që ka që? Pastaj, meri me radhë tjera, po. Me qëka ka shkëtru Allah Themudin, me qëka ka shkëtru Allah Adin, me qëka ka shkëtru Allah popë në lutit, me qëka ka shkëtru? Mu shkëpu të copë e tokës e mu përmbysa, për qëka? Me qëka ka po gjuna. Nësë Allah Gjelloj ka kryu për mi shiju bekajt e dunjas. Edhe nga dunja me kalu në gjennet. Mi për përjashtuan me nga këmësi për farësy, për shka këtë gjuna. Pastaj me kajme, rahimullah, thot, kush e ka shkatru popën e Shuajbit për e gjunata? Se të s'ka pas. Nuk e shkatru për shka krizeve ekonomike, as për shka këtë pandemive, dhe me thonë, caktuara, as probleme me shëndetin, jo. Për shambull, a ka ndonë një popël Allah me e shkatru, se për shambull një kara zgjebja, elkurës, apo tukru, kur rrezik për shkak me infektu edhe popujt e tjerë i ka myt Allah azza xal se ka myt me ungjit të tjerë. Jo, si ka myt Allah për këtë punë. A ka ndonë Allah me myt në popull që janë të piu i shumë. Tu piu ja pinë atë me të tjerë. Duhet me hiq pikë këtu, po a ka ndodhur për shkak korrupt. Absolutisht. S'ka ndodhur. S'ka ndodhur me shkatruni popull Allah xhalla për shkak se kanë pas konsum të tepërt. Edhe kjo ka sjell debalans ekonomik në shoqëni, edhe duhet do me shkuar. S'ka ndodhur ashtu. S'ka ndodhur. Krejt që janë shkatru deri tek domthon faraoni janë shkatru për shkak të gjunave. Përmani më kemi edhe faraonin. Kush e ka shkatru faraonin? Nga kopshtet, nga mundësitë, nga këto, ka kalu ku? Në fund të dejtësave. Për çfarë arsye? Veç për shkak të gjunave. Sikur se Allahu xhallahu ta për popullin e Nuhit sa më tjetër, mimma khati'atim. Për shkak të gjunave, veç ugriqu. Janë, domethënë, janë mbulu me ujë. Janë shkatruar me ujë, ugriqu, janë zhyt në ujë. Edhe çka ka ndodhur? Udkhilu nara. Edhe kanë një xhenem, Allahu na ruaj. Pastaj thot me tjerë me raste tjera apo kush edhe gjenerata të caktuar të Beni Israilëve që Allah i ka dënuar për shkak të mëkateve. Edhe ka sjell domosht sherrët shumë të atë njerëzve e kështu me radhë. Dhe në kuadër të kësaj, domthon të kësaj çësje të duhur, të kësaj analize, Ibn Qayyim rahimahullah përmend edhe rastin e Ebu Dardës radiallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë pjesëmarrës në ushtrinë e muslimanëve për çlimin e Çipros. Edhe që Çipri është shtruar nga sahabët apo. Ummu Haram radiallahu ta'ala anha, cila e ka prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, domthonë e ka nejt në Kuba, edhe e ka përgëzuar pejgamberin, ka qenë duke flajt në pranë saj, apo. Edhe kur u ka përgëzuar për këtë ushtri, me rëndësi që do t'jetë, do t'jenë nga shahidët më të mirë, ka thonë ja Rasulullah, lutë Allah me kompetitin. E gru, ka një shpërblim, ka në me ta. Edhe shahidja e parë jashta venëve Araba. Shahidja e parë në Evropë është Ummu Haram. E ka xhamia e saj në Çipër tash sot, ndërtuar tek veni ku ajo radiallahu ta'ala ka vdekë. Edhe kur kanë shkuar sahabët në Çipër, domthonë është bërë muj. Luft. Edhe kanë triumfuar, është liru Çipra, edhe normalisht njerëzit mas betejës, mas fitores, ka gëzim, ka triumf, e kanë gjetë Ebu Dardën duke qajt. I ka thonë,
pse po kanë këtë ditë kur Allahu Azza wa Jall na ndihmoi, ku ndonjë armiku që na ka rreziku, pe mati po na bë rrezik pe këtu pe ditë. Ka thonë Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë ma ahwana al-khalqa ala Allah Azza wa Jall idha adaw amra. Subhanallah. Që kjo është ndonjë domthon sahabët e kanë ndryshuar të menduarit, të folurit, fjalorit june komplet ka pësu ndryshim në përputhje me udhëzimet e shpalljes. Ata se kanë ndryshuar veç veprimin për shembull. Kanë bo para alkool, s'pa pinë alkool mo. Nuk janë fal, po falen. I kanë adhuru idhujt, se adhuru idhujt, adhuru Allahun. Kjo, këto ndryshime si kanë bo ata. Normale që të jemë konë. Ata e kanë ndryshuar komplet sistemin. Menduarit, të folit. Aja kanë ndryshuar mani këto tjashtë, aja ndryshuar. Aja kur ka fol, qështu ka fol? Andaj ka thonë, sa të parëndësishëm njerëzit buen për Allahun kur e shkelin urën e tij. Së është gali kush i pushtona, kush i shkela, kush i marr, sa më rëndësishme. Subhanallahu. Se me pas vlerë, s'len Allah xhallahu me shkel gjithë kush. Me të pushtu me ty gjëgër me kryes, s'len ato. Ama kur njeri fillon me hub, domthon rëndësin të ka Allahu te bareka o taala peshën që e ka atëre, ty më çaf gjithë kush Allah na rujt. Përjashtimet ekzistojnë për raste të caktuara, po në esencë Abu Darda ka dorë këtë me përmend, edhe ka thonë bainama hi ummatun qahira, kanë qenë popull dominues, kanë dominu, kanë pas pushtet, apo kanë pas gjithë të mirat, atëra ku emra Allah e praktikën mundsinë që ti nështron Allah, nga se dinë sahabët gjithmonë kanë thënë mesazhe, nështrouni, binduni, besoni Allahut, ja ulëm çka keni, e kanë kundërshtuar Allah xhallahu ala thot fasaru ila ma tara. Edhe ju ka ndodhur kjo që tash ti po e sheh që ju ka ndodhur. Prandaj të vëllezër, me kemën e vëlla tash me argumente të shumta sjell, domthon fakte që tregon se çfarë domthon sherrri ja sjell njeriu gjunaheve. Gjithashtu edhe sjell argumente që nuk e përjashtojnë as këtë umet nga ky ndikim. Dikur thotë po, se ata janë popujt e tjerë, kjo është umet i pejgamberit, i Muhamedit, edhe për ta bën argumente që dëshmojnë se edhe këtu e komunojnë të njëjta. Për argumente që përmend, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo do të vërshojmë mbi ju popujt e tjerë, sikurse vërshojnë të uriturit mbi anën. Apo të uritur pranë veç një anë kanë. Çush honë ata buka. Të uritur edhe veç një anë kanë. Çush honë ata buka. E që kanë me vërshumë juve, me të grabi, kap një. Sahabët, shikoni fikun e sa kanë, e min qilletin yawmin, a pakna me kona me siguri. Se s'ka me parun me kona kadablak, 1 miliard e gjysë, e më hongërës. Sahabët, kjo se pranon sistemi sahabët këtë punë. Nuk e pranon. Kona pakna me kona me siguri, ata shumë kadablak, shumë qëndrojmë me siguri. Ka thonë pejgamberi, jo, a ditë shumë jeni apë. Mi pa vëthaun, ke vëtha i silë, pa vlerë. Parënësi, që kush në ka u vlerën, kush në ka zhvlerësu? Gjënau. Se zhvlerësohet më kati, zhvlerësohet edhe më katari. Tek Allahu xhallahu ala. Zhvlerësohesh me njëra. Edhe ka thonë, pastaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga probleme që silë më kati, domthon, u yuj'alu fi qulubikum al-wahn. Edhe hudhët, dëmon, në zemrat e juaja, wahn. Wahn është dopsi, likështim. Një kur likështohet, avon, që shka thonë, shka Zakaria, wahn al-'azmu minni, apëtën. Më ashtë asë pëmpunojnë, apëtën. Që shme pasën e thëmi, apëtën. O shte ala rësu, shejba, ketë kryt drejt pëmbon për pithinjave, ketë që më zbardë, apëtën. Shiko çfarë përshimi ka bëu Zakaria, çmë mlindon e kur u shta'ala rasu, shiko, shta'ala është më dhëz. Nuk ketë jom zbardh, na të kuptojmë njëri natë më thonë drejt bëj pi pithinja apo. Çka që plak apo. Wa hana al'azm minni apo. Edhe arti më ka dobësu, mo arti s'më punon. Pana çu shkura. E shëmish kur arti mos s'është apo. Jam plak apo. E çka wahna apo. Në ki takat për kur jam apo. Çka wahna. E ka thonë, me lëvahnu ja Rasulullah, qka është kjo vahni? Ata gjusër e kanë kuptu që dopsi, po, qka kja? Pse kështë dopt?
Çka kam na dobësu ka të shumë atë. Ka thonë hubbu dunja wa karahiyatul maut. Dashnia për dunja edhe urrëtia për medek. Dy të kundërtat e muslimanit. Dy të kundërtat e muslimanit. Nuk keni me përmbys qasjen, keni me përmbys orientimin. Unë ju kom kry kësajt, ju keni me kry kësajt. E si të theni kështut, hop një udhën. Si të hop një udhën, tani, ju manipulojnë letë të tjerë. Kush e ka sjellë këtë citat? Kush e ka sjellë? Pa gjuna. Se kërë për kanë hub me dash dunjan. Me dash dunjan e a gjuna? Nuk ka gjuna me dash dunjan. Nuk ka gjuna me dash dunjan. Po këto, kërë thotë pejgamberi thëmë, pjesë e dytë kallëzon se kjo dash një problem. O karahiyatul maut. Pse urren me dek? Pse s'ka që me dek? Pse është i lidh shumë për këto, edhe e din që atje s'ka ku shkon. Po që kjo problemi edhe. Se me dash dunja njëri, që shka thonë Muadhi, radhiyallahu ta'ala anhu, kur ka qenë duke vdek, apo, ka thonë, o Zot, ti e din që unë kur dunja se kum dasht për me shatit në ta, as për martu në ta. Për e kum dasht për shkak të mundësi që ma ka dhonë qëndrimin të mu falë natën, e ma gjeru ditën, e me bu i badet, e me bu punë të mira, për që ta kum dasht. Për që ta. Me që mur i fund, merhaben bil maut, ka thonë, mirë se ka ardhe i ka, është nëshru dhe se i ka dalë shpirtë. Qështu të pamë të njëri, për me dash dunjam se ka mundësi me bu punë të mira, me shtu sa ma te për kapacitetin e mundësis për me bu mirë, që njëtë e ka la me më shpërli, kjo po, ama këta së janë kështu këta së janë asit lojë, si të të kërajët të lëmot, si kurse i ka thonaj Ibrahim e Nekhajut, rahimullah, ka thonë, pëse në s'kem qef me dek, i ka pyet Ibrahim e Nekhajut, rahimullah, ka thonë, pëse s'kem qef në me dek? Ka thonë nga se gjithë kush është qështu së japë, qysh, po njërë normal, thot, nga ndërtuara, nuk ka qef me kalu të e rënuara. Normal. Nga ndërtuara, nuk ka qef me kalu të e rënuara. Edhe këtu ka ndërtu shumë, po ka harru që duhet të në tonë me ndërtu. E kër i ka ronë men, nuk i shkot ati, normal. Që kjo problemë? Që kjo hubbu dunja është e lasha. Kur dunjaja realisht, dunjoj, angazhimi dunjon të rënën ahiretin, që ka problema më të? Po kur me dunjon ndërton ahiret, jo, këta s'janë problem këta. Këta s'janë hadith për manë këta. Andaj, e ka problemi ka i mërënë këtë hadith me të regu që edhe kjo met është dëpsohet, e ligët, e hypin mi kryje, bën gjunahe, ama e pagun faturën e gjunaheve të veta. Edhe gjithashtu të më dini atë rastin kur pejgamberi sëmë, rrafem për ëndrën e tij, e dini që ëndrat e pejgamberit janë të sakta, janë pjesë e shpalljes, ëndrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tregon se duke qenë ëndër kanë ardhur dy vetë e kanë marrë me vete. Apo e kanë marrë me vete dhe kanë filluar me udhëtuar. Në udhëtimin e tij në ëndër ka pa person gjëra të tmerrshme. Dikur duke u dënuar këtë formë, në atë formë, gjithmonë ka pyetur çka ka bëu që po dënohet shkon. Pret tash po. Me çështën që po bëva kia. Ka shkuar te i dytë, ka pa njerëz të marr dënime të tmerrshme. Kur e kanë kryer xhiron komplet, ka atë kujtohet ai pari që domethënë kanë çike ka bëj. Atë kujtohet që stop. Këta janë pjesë umit e tij. Se ka thirrë ata Allah xhallahu ka thujt, çu kanë dënuar, çim ty dënuar gjëra çorte po mos hajta son. S'ka të bëjë me ta. Po e ka marrë me tregu se ju kom pa ka dënuar apo. Po shkak çka gjëra ata. Andaj nga ky rregull që thotë me ka Allah, s'bën për jashtim as kush as nga ky umet apo. Kjo është çështja e parë, ndonëse që ka të bëjë me gjunahun apo. Që problem i përgjithshëm, si dije që duhet të medit, o rregull, gjunahet është shërrin, për këtë ka dëshmi të shumta historike dhe paralimime të shumta profetike, edhe për të kaluarën, edhe për të ardhmen. Kjo është detyria që duhet me pas parasysh. Sa më tepër ushqesh me këtë dije, më tepër forcohesh kërshi, domethënë forcave tjera që të ndëmë të zhvendos nga udhimi ka Allahu te barekallah. Çështja e dytë të mëkatit që është gatëqiet, është e përgjithshme se do të flasim për detajet e tij. Çështja e dytë është se mëkatet të ndrozur nga shëmtia që e ka, domethënë nuk lejon që të ketë qasje indiferente ka shëtia. S'ka. Qysh i bjen ka? Nga keqja mëkatit është se nuk e godet vetëm vepruesin,
por e godet edhe bashkjetuesin me ta, apëton. Qa që shi kja gjinohet, se me kun, në deshtar në formë me sëri, kam bo shërë, ja pafshin harin, apëton. Ja pafshin shërën, të këmund, apëton. Ka keni bo gjina, a keni bo keq. Që ka sa bukur këtë ndërtojt. Në faza e parë është me dëdisu. Ata të parë, veç për gjina, apo. Ta shenë do tjerë, ja mirë, ka bo gjina, ja pafshin, jo ka da se me ty këna punë, apëton. E me ty këna punë. Ti s'ke bo që gjuna, apëton. Po qëfar qasë ke bo në dhe ty që kanë bo? Që ka është artime e dytë e jonë, apëton. Problemi i dytë më katë është qase indiferente, bashkjetesa, normalizim më katë, edhe ju keni problem me më katën tani. A është bon prezens në juve, që keni bo? A i kanë shkel njët unat Allah Gjallewala në prezent juve, që keni bo? Andaj pejgamberi më ka qu njëri të ligë, pësoj të poshtër, që me thonë, the youth, the youth, të në thonë the youth, the youth, që në zhargonin tonë është shprehje e keqe. Ka thonë, kush është aja Rasulullah? Ka thonë, njeriu që shë në familje ti punë pa moralshme, edhe heshtë. Eshe, Allah më falë, qikën ka delë gjithë qysh, grunë ka delë gjithë qysh, djali ku do koftë, heshtë. Po kësë s'ka bo, nuk është tash apshek, është faza dytë. Do nuk qenë ka problemi mëkatit veç të bërja, po të qasja. Qa ki boti për mos më bo gjinaftin. E për këtë tash ka tira dite. Si kërsa Allahu Gjellewala fletë para se me mëraditet, për shumë për një gjenerat të Beni Israelve, që janë malku, Pse janë malku? Pse u malku Iblisi e kuptum, pse u malku ata po, pse këta e malku? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Nuk kanë ndalu për të keqen që bëhej për aty në. Për të keqen që e kanë normalizu mëkatimin aftën. Nuk kanë përdor mundësi që ka pa Allah Gjallewala me enal gjënon. Pastaj din hadith në pejgamber sa ata që janë nanije, do naltë do poshtë, apo. Ata naltë rahat, uj pa, pamjet mirë pa, ama ata poshtë, fillojnë me, ata dhe me pas mirë, me marë uj nga deti. Nësa ata naltë, i lujnë këta poshtë me qelë, që ka ndodhë? Nuk fundosë veç kati parja njëzë, apo, kajtë fundosë me, Allah në ujë. Andaj, Ibn Qayyim rahimahullah me këtë nivelin e dytë në me tregu që, nuk është të mjaftueshme ka gjinohet me kuptu shëmtimin e veprimit dhe pasojat mbi vepruesin. Jo, po edhe tifozëria karshi mëkatimit është në pasojat. Dhe kjo është nivel tjetër pash. Domethënë, dikur na as po bëjmë elhamdulillah musliman, po çka ke bëti apo. Andaj edhe këtu Ibn Qayyim ka pranë shumë raste që flasin për këtë çështje, për tyne për shembull hadithi pejgamberit sa i cili ka thonë pejgamberi sa thotë Omeri, Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, thotë kam qenë vet i dheti do me disa muhajgjir zbashur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e u kthy pejgamberi me fytyrë kahna, i shumë në 10 vjet muhajgjir Mekës, e pejgamberi më kthy me fytyrë kahna dhe e tha: "Ya ma'ashara al-muhajirin", tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O ju muhajgjira, khamsu khisalin, janë 5 cilësi. Lësë Allahun që mos më mriju ato 5 cilësi. Ato 5 kohra mos më mriju ato kohra. Wa a'udhu billahi an tudrikuhunna." 5 kanë me ndodh e Allahun e kërkoj që t'ju mbron që mos t'jenin kohë kur ndodh. Sa të ato? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma dhaharat al-fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bit-tawa'in wal-awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw min qabl." Nëse një popër shikoni tash në këto tash dallimi. Hadithi jep dallime apo. Thosh i bëkemi ku ka argumente. Çfarë argument hadithi? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sa të përhapet e keqja me një popull. E keqja punë të pamorashme. Hatta a'lanu ana, guxim shumë i publikojnë, pas një pengesë. S'ka kush i nal, s'ka kush i pengon, lirë shumë." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Allahu ka më isprovu
me disa sprova, mjerime dhe smundje që nuk kanë qenë ma herët të pranishme. Çka është përsim, këtë hadith është ma i gatë, të është në mërë, s'po du me hinë detajt e hadithit, po, çka me qëllim këto? Dhe ka thonë pejgamberi, dhe më thonë, ma dhaharat, nuk shfaqet, s'ka nuk bojnë. Se edhe në vakt pejgamberi ka pas zina, ka pas, po s'ka qenë publike, s'ka qenë veprim i hapt, pse? Pse forca goditse ka qenë dominuese, forca e mbore ka qenë dominante. A ke mujt me dalë, s'ke mujt, andaj, nuk, në këtë rast, nuk bëndam veprimi i mëkatit përveç se mbi veprusin. Ama kur e keqja bëhet dominante, edhe ata që nuk e bëjnë mëkatin, gjunjëzohen kërshikit dominimi, edhe nuk ndërmarrin asë një lloj mase për ndryshimin e gjendjes, për mbrojtjen e familjes, e gjeneratave, i përfshin Allah me dënim. Bëhen të barabart, Allah na ruaj. Bëhen të barabart, Allah na ruaj. Me ka ardhur një transmetim të israeliatëve, po i kam përmend Imam Ahmedi rahimullah në Zuhd, i kam përmend në ulema si transmetim, domthon rast që është përmend, cilë është ai? Allahu xhallahu ka dërguar me lajket me e shkatur një popull. Dhe kur kanë shkuj, kanë gjetë një njeri ka falet, ka bën mirë aty. Edhe i më këthi me lajket e ka Allahu xhallahu ka një aram, e kemi gjetë një aty që fale. Në të smetim ka ardhë, filloni nga shtëpia e tij. Nga sa ju mbyll, izolu, kënë se kam su, familjet ti kanë qenë që kanë bo keq, apo. Prandaj të vëllezër, do këtë mjaftueshme njëri që me koni i mirë, apo. Edhe më mbyll vetën e ti, jo, do shme kon i mirë, edhe shpërndarës i të mirës, apo. Mëra mundësive që i ki, apo. Mëra mundësive që i ki. Një fjallë, apo. Ki mundësi me thonë. Ki mundësi me thonë, ma shumë se një fjallë e thush, apo. E dim në qysh është, ki mundësi me kontribu që një fjallë më thonë, bane, apo. Edhe shpeshe s'pana në këto tema të vëllezër, më kujtohet hadithi i pejgamberit që është, me thënë, shumë domethënë se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhalla xhelaluhu për një shtiz 3 veti që në xhenet apo. Një shtiz 3 shkojnë në xhenet. Ai që ka marru, ai që ka pagu, edhe ai që ka drejtuar apo. 3 shkojnë në xhenet, ata 3 bashkë janë shkojnë apo. Për një shtiz apo. Andaj të vëllezër, edhe për me këtë mikrofon, edhe për këtë mundësi që shpëndat, 33 vetë shkojnë gjenet aty, Allah alem, nuk dihet sa i qenë Allah në gjenet për këtë punë. Ne bënë pjesë marrës i harit, bënë pjesë marrës i punë me dura, që ecin punë tutja. Nuk mundën këtë me konë ligjërus, këtë ulema së mundë më po. Po edhe ulema dhe vjetë nuk mundën, s'ka mundësi. Shikojnë të në histori, ka pas disa ulema i dina si që pëgjumit me vetë, kush është që kjo është? E din, ka du ulema me t'jep një muj dit, a fatë, së në din kush është apë. Dhe garantaj apë. Se s'ki ku me gjetë, me vetë dikon mund është, apo plasë në mundësit e libra e Shqipqen. A lemi madhë, në është ta maj madhë saj që ti në gjumë e din kush është apë. E pse këto e din t'i mirë, ato nuk e din t'i mirë? Pse dikush e ka pas në zonst, e zeltëshëm, e kam përhap ilmin e shihit apë. E kam përhap emnëm. Da i kam pas që është e ka spru Allah Gjell, sa u konë që atë kone tia, i ka bo sa ka mujt, po s'ka dalë elmi ti për të shpis tina, a i s'ka faj për këtë punë, po flasë sa më rëndësi, shpëndarja, hudhja, shpë rëndësi shumë, dikush u konë ma aktiv me njerëz, dikush u konë ma i mjullë, një aspekt është në zonës, një aspekt është vetaj, shumë ka dalim, i bëntemi Rahimullah edhe, ulemat e kohës, i ka pas ulemat, ma i në kone ti, ju në konë të mirë, i bëntemi Rahimullah, u konë, ka të shesh u konë prezent, apo dënë këtu, në të në konë prezent, s'kanë qare pa e njëf njerës, për ne për të mund të nërëzër, një du me kontimu me qatë komunësi, për hape hajrin, qëllë rrugën për hajrin, e të stutja, hapë Allahu gjallë ule hajrin, edhe për shërë që është, subhanallah, të nërëzër, a ka ma keq, për shumë se njeri në varë me konë, e mu dënu për gjinohet, atyre që mi varë ti bojnë gjuna, pa dita i për të kitë punë heqë, subhanallah. Ose e kundërta, njëri në varë është, e mi artë mirë, nuk din pika për vina, për të me që është që, a ka ma mirë, a ka ma mirë se ka që, subhanallah, sa hajri për hapë, ti, sot i kësha da musafir, takim,
unë profesora të universitetit në botën arabe, edhe ra mua bëjtë për bimbazin e për u thënjë ulemas, kash ata kanë dek, për mërë një rase që kanë bua, që kanë thonë, ata e në shku, u kry, ata me u qilë varët të larëm, sa të cupa ashta ju kanë meta, po flasë njerës për ta, si me kun halat gjallë, si me pa, që qënë subhana të pranishme, të gjallat, të fresta, kujtimit për ta, so që pse kam u këtë, puna kam, për hapja, edhe që është për shërë vëllapë, ka njerë që më t'ju deka, po si me kun gjallë, që shërë ti prezent, e që është subhana pislëku i ti prezent, Allah në falë, sa që si me konë gjallë halapën, që është aktiva. Dhe me kemi të me thonë që shërë i gjinajt është që edhe bashkitesa me te, edhe normalizimi ti është problematika. Jemi me bo angazhim për me e luftu. Edhe që është të tretë, për fund, në që ka të bëj me shëmtin e gjinajt në kuptim të përgjithshëm. Nëse në kuptimin e detajzum dhe filloj me trajtu tek, me pa këtë e bënë, mi pati shirët e gjënojt, e plët nga ato i gjonë jetën tonë të përditshme, e kupton që kjo burimi, kjo forës e dijes, da po dojnë mu forcu në kuptim dijes që nga leviz drejt, dhe mon, largimin nga punkt të këqia. Edhe treta që është problem, do që, nga qërset problematike të gjënojt që e pranë Ibn Qayyimi, rahimullah, është se gjunahu e sjell gjunahun. Nuk është problemi veç një gjunah, e bona u kry, nuk më shielet kapitull, nga se gjunahu të rëzër është sikur se, dhe më thonë, me mani shemë, sikur se gozhda. E ke po, është e koka e hollë, apo, e të është një fëllë hile për drasën, për që po se futi kokën e mërë, ta një sopërën pjesë e mbetër më ngullë këllë, që mërë heke kokën e gozhda, a ki mundësi me ngull gosht me atë pjesën e trash, kosën e ndrosh. S'mon me ngull, nuk mund është, do të me konë diqka që e qelë. Që i më kate që nësi kërështë me menjo është e koka e gosht, e qelë. Të një pjesë e mbetur, sa do që e trash, hine, sa gale se është hapë rruga. Allah në falë. Dhe që kërë kërë të kuptën një, a e din të këtë muna. Me dit njëri mirë me këtë bini këtë muna, shë që ka dalë. Unë e këto e bëj një, po, kështë edhe kjo kokë e kësaj gosht dhe sa derën e qelë me i që sune nali ma njën, nga goditit e shumë ta që i bjen epshi edhe do njoja mi njërën. E dini që një prej, ka përrejmë me Qayyim rahimullah, që përdu mu përmbajt të teksti ka përrejmë me Qayyim rahimullah, ka përmen Bukhtanasar ka qenë mbret i Babilonisë, i Irakut. Ajo është që i ka është njohë për mbretëve që i ka keqtrajtu mas shumë të hebrejnit, jehudit. Që përmen Allah Gjellë në surin Isra, kër i ka komentu surin Isra, i ka në përmen, ndonë që ka qenë gati në shfarosja, edhe i ka nga venin ku kanë jetu në Palestinë, i ka marrë, i ka shkatërru, i ka shpartalu, edhe pjesë në mirë i ka marrë, rap ti i ka marrë në Babiloni. Një për arsye thonë që tash pse, kam punu shpesh hebrejt për shkatrimin e asoj pjese, apo është një hakmarrje historike për shkak të një lufte që është bërë më mëtë. Kjo çështje s'ka të bëjë me neve, po, veç një lidhje. Bukhtanasar është ai mbreti famkeq, është një historia. Thuhet që një pejgamberi i asoj kohë që ka qenë tek Beni Israil, nga se din që Beni Israil Allahu xhallahu i ka furnizuar çdo me pejgamber ato. Çdo herë. Ka qenë pejgamberi Daniel e ka posa më. Është një ka edhe një rrëfim për ta, që thuhet në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu e ka pyet mbreti Bukhtanasar këtë pejgamberin i ka thonë ju po thoni që jeni të zgjedhur te Allahut, jeni besimtar. Pse unë mujta mi unë poshtë qështu, pse unë mujta mi unë nënqmuj qështu. Ka ki përgjigje, ka në po, që ka përgjigje që ka thonë. Tash kjo është Israeliat, sahia, po i bëjkemi ka përmenë si cakt edhe të mbështetur me argumente. Ka shumë argumente që e bin këtë realitet, po do shëmë përmenë këta se përgjigje është shumë, dhe me thonë se e përmbledh shumë argumente tjera që ka direkte në fejnë tonë. I ka thonë, kë pejgamberi alayhi salam i ka thonë, ajo që e ka pru këtë gjendje është mëkatimi yt edhe zullumi jonë. A kuptot? Mëkatimi yt, ti gjunahqar ke bojë gjithmonë,
E ta ka pro Allah në gjuna më të madha, apëton që me arë një popull ka, me pejgamber me papë, a pësha, gjunat e tua ku të kam pru, qëfa gjunat madhë ke pro me papë? Ku që asë s'ke pështu, edhe ti e fikti me gjunave të kuna, ama gjunahit e ka pru këtë gjendje, edhe zullumi jonë që këna bo e ka pru këtë gjendje, dy palët, me peja e tje, me bo me dirë gjako, qa ke bo? Ke bo diqka keqë që ke bo këtë puna? Ka thonë mi ka du që gjunaj ka pasoja, s'jellë, edhe kjo gjithë më të të vëzapë. Një haram me qelë, ja silë dhe tjera, një letësim këtu e banë, silë tjera, nëse nuk nalet njëri, me këput kokën e gurësëm. Andaj këtu e të vëzër, ka shumë argumente që Ibn Qayyim rahimullah i ka përmend, domthonë në këtë pjesë të librit, para se me kalu domthonë tek çështja e argumenteve të detajzuara që flasin për shumtinë e mëkatit, por desha që në kuadrin e saj të flas për këtë pjesën e përgjithshme të mëkatimit, që padyshim se këto njohuri dhe këto informata për këtë domthonë problem kaq të madh me lenë Allahut nuk e lojnë besimtar indiferent as në veprim personal, po as në veprim kolektiv, i jap mundet i maksimal që të minimizon mëkatimin apo. Edhe në qoftë të ndërlozur nuk minimizohet mëkatimi në aspektin e jashtëm fare me veprimet e tua apo. Gjithmonë ka domthonë rezultat. Edhe kur ty s'duket që ka rezultat, ka rezultat gjithmonë. Minimumi i këtij rezultati është domosdoshmë se mbetesh argumenti i Allahut aktiv i gjallë mes në krijesave. A ka ndër më i madh? Që ata robët Allah që kanë bërë gjuna sot në tokë apo të lozur. Me një grupim dikon, me një vend dikon, me një festival dikon, kudo qoftë, janë shthur, janë shfrenu, kanë bërë gjuna apo. Ndoshta as në pjesë i ka rëmend që po bëjnë keqa në atona, punë jona, që ka kujtuar Allahu xhalla xhelalu apo. Nëse jam në qiyam në Arab, s'kena ditë apo. Nxjerr Allah ty dëshmitar, po a ku që rob që fal kapën. Ai ka thonë çka apo. Po no, a që kjo sukses i mjaftueshëm? Po asnjë mos më zuheq. Fjala jote hiç mos më kone të dëgjuar. Vepse ti mund të jesh një nga argument e Allahut kundër tyne ditë e gjykimit, se ti ke qenë aktiv e ju ke thonë, mjafton apo. Prandaj të vëllezër në përmbyllet të kësaj më rëndësi më kujtu me thonë në Koran ka një rstila që s'janë pejgamber së dinë emrat apo. Mirë po Allahu xhallahu i ka shpërbly edhe i ka përmend për luftën që e kanë bu, jo për fitoren që e kanë korë ato. Nësue ka vazhdu gjunahi njëjtë, korës ka më dëshim, heq. Ama i ka përna Allah në Koran si fitimtar ato. Njënë e është në surën Yasin. Së Yasin apo. A i ka honë, i tebiul murselin. Njekni këta pejgamber, aja s'ka ditë mi ka dzu ders, as kur që konë. Qita njerëz i ka quzët për mirë, njekni qita njerëz. Ata e kanë mytë. A kanë ndryshu situata, kur gjë. Sheri ka dominu, pejgamberin ka qëtajtu, kur gjë. E për që ka në Allah këti njëri? Udkhulil gjenne, hinë gjennet. Hinë gjennet. Po s'kon fitu, më sëzumë, ti e ke po tonën. Ti ke thonë nga e qita, qaq, o kone jo tjepë. Subhanallah. Edhe kemi në surën Ghafir, besimtarin në kone Musaj dhe Elsa. As i dhjetë emni, as kur gjë. Meq, ka thonë, fese të dhkurune ma e kulu lëkum, o ufevidu emri ila Allah. Të vëdhe që kjo është ngushlimi ose inkurimi më i madh që çdo musliman mund me pas me veti, kudo që të është e me Allah nuk shkën jetën. Ka thonë, do t'ju bie ndërmend çka po ju them unë juve. A çështën time pjalo Allah në dorë. Çaq. Një ditë komiron mend shumë çka po ju them apo. Komiron mend që unë s'jum pajtu me juve. Komiron mend se unë ju kom dashur juve. Jo kom dashur mirën. Më keni akuzu, më keni refuzu, më keni keqëtu për më juve. Për probleme që më keni shkaktu mu, u fauidu emri ila Allah. Allahu të pjalo këtë çështje. Unë s'mira me juve. Unë me juve nuk konfrontohem, unë me ju nuk balavacohem, unë ju flasë juve, unë ju këshillë juve, ju më shani, ju më refuzani, ju më akuzani, ju më preashtani, u faudu emri ila Allah. Ja kom në punë Allah të barë këtara, as ka me mirë se kjo. Dhe kjo është se thotë me Ibn Qayyim rahimahullah, të më dhëmë.
Që kjo është pozicioni i karshimit mëkatimit apo. Jo gjunximi, jo bashkëjetese, jo normalizimi, jo pranimi. Nga se kjo nuk të shpëton nga shëmtimi i mëkatit. Edhe nëse nuk ke vepruar apo. Edhe nëse nuk ke vepruar apo. Andaj këtu don tri çështje madhore që mund të kuptohen nga që kalojmë ka imën të rrjedhura për të kuptuar më lehtë edhe më mirë që flasim për domthonë shëmtimin e mëkatit. Ndërsa pjesa tjetër pastaj është gjithashtu ka të bëjë me forcën e dijes, por tash të detajzuar, të vëllazër, që është ende më goditse që flet se sa është çështje e keqe mëkati për ta kurrizuar në fund të vëllazër që kemi thënë vazhdimisht se problemi më i madh i njeriu në jetë është gjinoha. Veç me gjinoha kena problem. Tjera të sene kejtën të i kalu me pa të lashëm. Ama mëkati është problemi më i madh. Pa e kuptu këtë të nëzër, nuk kena mundësi me shpresu ndryshim të madh në jetën tonë. Pa e kuptu këtë çështje nuk ka mundësi, nga se problemin kryesor nëse neglizhojmë, çka mund të pritë në tarmon. Nëse gjitha këto sherrat e sill, e të si i vetëdijshëm për këtë sherr, çish mund të mbrojtëm. Dhe kjo është forca e dijes që na mundson që të vetëdijsojmë për këtë sherr, ta trajtojmë se duhet e të largohemi të shpëtojmë nga problemi i madh i quajtur mëkat, haram, gjuna, ta quajmë çu dush nga që Allahu xhallahu e ka pranë në Kur'an. Kjo është pjesa e parë, pjesa e dytë tash është për detajzime që do të marrim pak më shumë kohë. Allahu na ruaj nga sherri i mëkateve, edhe nga sherri i mendjelehtë që bëjnë mëkat. Na bëft Allahu të mirë, edhe përmirësues, edhe thirrës për të mirë, me tëra që kena mundësi, edhe sot jemi në jetën e kësaj bote. Allah e shpëlbej për vendin me kaq me dhëfon sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.